se jam personi i fundit në këtë planet se akoma nuk ka provuar çokoladën e Dubait, edhe sot do provojmë çokoladën e Dubait, edhe këtë versionin me pamuk sheqer pamuk, nuk di si thuhet. Ty gënjeva sepse tani se po e kujtoj mirë, këtë verë më kam provuar shtrydhet me kështu kadayif, pistakjo, çokoladë, si pun çokoladë Dubai, por me shtrydhet, e ka qenë shumë e mirë. Në çokoladë se kam provuar si herë. Ta ndajmë herë. Konsistenca kadayifit është fantastike, jep një diçka krokante dhe këtë e dia. Ndoshta është shumë e ëmbël. Ndoshta është kjo marka që kam marrë këtu në Itali, po. Do që unë i kam shumë qejf ëmbëlsirat, ndoshta kjo është shumë e ëmbël. Kam nevojë për ujë. Erdhi momenti për të hap këtë Angel Hair. Dhe nëse çokoladata e Dubait mos duket e ëmbël, kjo do më duket 100 herë më e ëmbël. Është roz. Një pamje tjetër pak më nga afër. No. Prisja se të ishte super i ëmbël, po në realitet nuk është edhe aq i ëmbël. Më pëlqen konsistenca sepse jashtë është i fortë, duke qenë se është çokoladata, dhe mrena kemi pambukun, sheqer pambuku që më zër kafshohet. Se kemi edhe pak kadayif me pistakjo, po kanë komplet konsistenca të ndryshëm dhe më zër hahet. Ky ishte pak dështim, prisja se të ishte një diçka super wow, por pak dështim.